Hoxh, feja apo traditat tek një grua muslimane? E kemi islamin, e kemi traditën e të kaluarës të çdo popull, edhe e kemi trendin e tashëm apo të ardhëm e modern të çdo populli. Pra po themi, Islami në karshi gruas apo karshi të drejtave të gruas është i pandryshueshëm. Çdo sen e traditës e cila përshtatet nuk është në kundërshtim me dinën e Allahut të thënë namam, përpara ka pas marrë turp, përpara ka pas respekt, përpara ka pas besnikri, kur e kanë pa një femën në rrugë, domethënë me gjitha rregullat, me gjitha ligjet domethënë e çdo treve shqiptare nuk kanë gjujt pushk, nuk e kanë nguc. Sot e kanë ulë edhe shikimit. Sot kojshikën e nguzba. Edhe më thotë ai masaj na keni pru traditën arabe. Domethënë kjo është idiotlëk. Po namazi po duan gjuhën tëme, ja. Namazi është në gjuhën universale të fesë. Është në gjuhën e zbritur nga Allahu të Kuranit. Takona mirë, nuk takona mos o fal. Po ti mos më detyro mu me thonë ti, po ti shkon Shqip. Andaj e drejta e femnës, haki i femnës është i garantuar deri në kiamet. Deri në kiamet me ajete dhe me hadithe. Gjama domon një diçka ku i bëhet zullum femnës. E vetmja pjesë e shoqërisë ku domon është të ngrit zanin ndaj këtyre dallimeve që një vlerësim mos po bëj jashtëm. Janë pjesa e hoxhallarëve, e fetarëve. Këto e themi me shumë përgjegjësi edhe krenari. Për çka i falet Zotit? Për çka i lutet Zotit? Për çka agjeron? Për çka ka qetë shamin? Për çka ul shikimin? Për çka e ruan moralin? Për çka nuk përzihet me meshkujt e huaj? Këtë jetën e bën si një Amerikës, ku e diçka, shembull, apëton mos përmendi emra, një çami thon fotomodele dhe kjo bën influencere qasi budallë që bën, vetëm pse ka veç një shami tash mendojnë që kjo është. A vetëm model, nuk është modeli muslimanës kjo, që ta spedojmë na. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatia Allahut qoftë mbi ju, vëllezër dhe motra. Sot e kemi një temë shumë të rëndësishme, e cila ka të bëjë me gruan muslimane, me problemet aktuale që ballafaqohen dhe me sfidat që mund të ballafaqohet në jetën e saj të përditshme. E kemi të ftuar si për herë hoxhën e nderuar, hoxhën Lulzim. Hoxh, kënaqësi të jeni në mesin tonë. Faleminderit Islam, kënaqësi edhe unë të jam mesin edhe para teje. Faleminderit. Amen. Cili është roli i gruas muslimane në Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah në falenderojmë, salavat e selamat pejgamberit ja dërgojmë, të përshëndes ty, përshëndes edhe shikuesit e këtij portali, Zoti ju ruaj të gjithëve kudo që janë, na përcjellni, na bani edhe like edhe share postimet tona dhe subscribe. Po kthehem tema domethënë çfarë roli ka gruaja muslimane apo si ishte, domethënë të jemi të shumë të drejtë për drejtë të sinqertë, domethënë gjysma e shoqërisë është gruaja. Çdo argument fetar që ka ardhur për burrin vlen edhe për gruan, ashtu çfarë të drejtash ka burri, ka dhe gruaja. Qysh lypën të drejtat për burrat, lypën për gratë, qysh lypën përgjithësi nga burrat për lypën nga gratë, nuk mund të funksionojë një shoqëri pa pas të dy gjinit, domethënë mashkullin dhe femrën. Njëra pa tjetrën, Zotën edhe Ademi alayhi salam, kur Allahu xhaleshanu krijoi në xhenet të vetëm, ai përmendën për librat islame se kërkojnë nga Allahu xhaleshanu që pa që kështu të plotësohej apo ndjehej disi si i vetmuar edhe pa tham kështu si i mërzitur, derisa Allahu xhaleshanu e krijoi Havën, nanën e njerëzimit, edhe pastaj Ademi alayhi salam e plotësoi atë zbrastia të boshllëk që kishte. Që me kuptu sa të mirat që ka njeriu, edhe të mirat e xhenetit me pas nëse nuk ekziston gruaja, femra, është në një boshllëk. Edhe këtë kush e mohon, domethënë ai ose e ka, ose është ignorant, ose s'po do me tregu të vërtetën, po do me më shef për x arsye, ose thjesht ka në sa mangun trupin e tij. A vjen e balanci ajo vasërvaga nuk ka të punu diçka. Ka një problem ai. Po, domana ai cili do të s'ka nevojë për. Edhe kundërt, do më disa gra që thonë s'ka nevojë për burrat, atë i themi ose është right, ose domethënë është të e pagu dikush për me prish për një
kauzë të rreshme, mashtruese të degenerimit të njerëzimit, ose domethënë ajo busulla edhe vasërvaga në trunë që duhet me pas njeriu, ju ka prish, domethënë kanë një prej këtyre tre të lasheve, ose mund të trihet me pas bashk. Ama me mendu që për ne është çashtu, në kushte normale kjo nuk është e vërtetë. Allahu xhaleshanu ka thënë ne e kemi nderu të birin e Ademit, apo pasardhës të Ademit, që me kuptu është i nderuar nacioni emri njeri, krijesa njeri, është zavens i Allahut, është mbreti i botës, e këtu kur themi mbreti i botës, i nderuar, është për qëllim burri dhe gruaja. Nuk ka asnjë dispozit fetare që me thonë çto nuk hyn gratë, çka zulen për gratë. Në përgjithësi, pastaj detajet, mund të diskutojmë detajet, dhe rastet e saktume, dispozitat e imta, ajo është meselë tjetër. Pastaj gjithmonë Islami është në shërbim të shoqërisë sipas rrethanave të vet individit. Pra kemi disa detaje për burra, disa për gra. Mrena burrave, disa burra që janë të pasur, disa që janë varfër, ka dispozit të zeqati për shembull, disa burra që janë të fortë, disa që janë të dobët, disa të cilët janë mirë me shëndet, disa që s'janë mirë të agjerimi, për shembull, ose të xhihadit fort, jo të fort, të agjerimi, shëndoshi, smuri, ka dispozita pasaj edhe të vetë gjenia, edhe të gjenia femrore, ka dispozita që vlen për një grua, për një tjetër nuk vlen, sipas rrethanave dhe nevoja dhe kushteve. Ndrysh është një nanë, ndrysh është një gjyshe, ndrysh është një vajzë e re, ndrysh është një adoleshente, etj. Por në përgjithësi themi innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, Allah kur I ka përmend domethënë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët apo imanlitë dhe besimtarët, agjëruesit dhe agjërueset, etj. Ka përmend të dy gjinit, po ashtu kanë thënë dietarët, në të gjitha dispozitat fetare, kur është përmend domethënë o ju besimtar ose o ju njerëz, aty hyn të dy gjinit. Përveç nëse ka një argument I veçantë I cili e nxjerr gjinin femrore, ose rastësisht edhe ata mashkullore nga dispozite e përgjithshme. Prandaj të mendosh se është indiferent njëra gjinin ndaj tjetrës, kjo është në parim e gabuar. Pra çdo obligim që ka burri ka gruaja, çdo të drejtë që ka burri ka dhe gruaja. Në ato thash, në ato kështu po them, në ato rregullat e përgjithshme. Hoxh, feja apo traditat tek një grua muslimane? Kjo është një vërtet e rëndësishme për arsye se kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na po themi kur ka ardhur Islami, për arsye se Islami edhe pse është prej Ademit alayhis salam, por kur themi prej ardhes së Islamit kemi përqendruar ardhen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të Kuranit bashkë me Sunetin. Përndryshe të gjithë pejgamberët kanë qenë muslimanë dhe të gjithë kanë thirrë në një fe në monoteizëm dhe në adhurim të Allahut të lartësuar, po në një Zot, besimin në një Zot. Por kur ndalemi te jeta e pejgamberit alayhis salatu wasalam, edhe ato e shohim se ka me një shpallje, pra ka ardhur feja, ka ardhur Kurani dhe Suneti, edhe në anën tjetër ka qenë tradita tash asaj kohe, traditat pagane edhe jahilieti, ignoranca asaj kohe. Tash Islami edhe është kundërshtu feja me këto tradita, dhe ne kanë kundërshtu çështje pe ban këto pe banat. Edhe të çështjet e femrave, për shembull, në atë kohë Allahu xhel ka përmend se vajzat janë mbyt, vetëm pse kanë qenë vajza, për asgjë tjetër. Prandaj edhe kjo ka qenë e dëmshme për atë shoqëri edhe për sot. Kur ka ardhur Kurani dhe Suneti e ka luftu këta, I ka dhënë të drejtën e jetës pa kushte, domethënë të jetesës pa kushte. Jo më thonë, ban me pas një vajzë, po dytën se daki duhet stakfurullah me abortu ose me myt. Audhu billah. Pra, I ka luftu, ja ka dhënë të gjitha drejtat që I ka një djalë që lind, të njëjta drejta mi pasën një vajzë. Andaj tradita apo feja, në themi feja, edhe as që diskutojmë këtë çështje, pa marrë parasysh kjo tradit, a është e asoj kohës ignorancës, qoftë te arabët, qoftë te kinezët, qoftë te shqiptarët, çdo tradit e cila është në kundërshtim me fen, refuzohet. Por këtu I kemi tri gjana. E kemi Islamin, e kemi traditën e të kaluarës të çdo popull, edhe e kemi trendin e tashëm apo të ardhëm e modern të çdo populli. Pra po themi, Islami në karshi gruas apo karshi të drejtave të gruas është I pandryshueshëm. Edhe është që nuk I lën
asnjë gjë mango, asnjë kënd, asnjë pik, asnjë dollap pa e mush me drejtat e veta secilës grua në çdo shoqëri, në çdo shtet. E tash, e pandryshuar është çka sepse femna si nocion, si emër femën, po ashtu edhe mashkulli. Allahu xhaleshani ka lënë do gjëra të cilat nuk ndryshojnë, domethënë mashkulli ka me pas gjithë mjekër. Ka me dal mjekra. Femna kur s'ka me pas mjekër, përveç nëse shkon edhe miell, apo kupton, ajo mesele tjetër, po flas. E tash, pastaj mashkulli është ai që domethënë s'ka me lind fëmijë. Me lind në barkën e vet, s'ka me pas fëmijë, ka me pas femna. Domethënë çdo sene bazike janë të pandryshueshme të gjinit. Edhe shumë sene tjera që mos hyj tash në detaje, se ndoshta edhe nuk ka shumë e hijshme me ndo detajet të para shikuesve, por i kupton gjithë secili. Tash çdo sene që s'ndryshojnë te mashkulli, edhe te femna. Islami kur i ka pru rregullat Allahu xhaleshon që është krijuesi i vetëm absolut, që e din çdo detaj për çet krijes njeri që nuk ndryshon deri në kiamet. Që ka femna, ja ka pru të drejtat e saj dhe obligimet, që nëse i përmbahet, gjithmonë ka më konë fitimtar, kurse që ato traditat e së kaluarës, ne du t'i refuzojmë edhe t'i kundërshtojmë, edhe t'i themi stop, sepse janë kundërshtim me krijimtarinë e qësaj femre. Po ashtu t'i themi edhe çtyne trendeve të tashme, apo që vinë në rrjetet sociale, tjere, t'i themi ka dalë stop, se ti nuk mundesh me kriju që të natyrshmëri, fitrat Allahi allati fatara an-nas alejha. Kjo është natyrshmëria e Allahut që i ka kriju njerëzit në këtë natyrshmëri. Ju mundoni me ndru, ju mundoni me ku e di me budallëqe, domethënë caktume, me dalë meç. Ju e bani, ndoshta keni fuqi të caktuar në një vend të tjerë. Por a ka mu përshtat femra në çato? Ja, kur jo, se nuk është natyra e saj. Nuk është ti nuk mundesh me marr një Allahu xhele kalon që devja me jetun atje në botën arabe. Allahu xhele shano kalon që luani me jetu atje në Afrikë në ato vend. Ti nuk mundesh me marr një luan me luan me jetun në një ku e di në një shtat ku domon me çu atje në Alaskë. Po se ka kriju Allahu për çatje. Edhe ariun e bardhë atë që ata nuk mundesh me marr me luan diku në një vend në midis shkretinës. Kështu është domon edhe hurma nuk mundesh me marr me miell në një vend ku smillet, pa ashtu edhe ulliri nuk mundesh me çu në një vend ku se ka. Kështu natyrshmëria e femrës është që Allah e ka kriju dhe i ka dhënë rregulla të pathyeshme, të cilat kanë me qenë të dobishme për me rujt moralin, me rujt dinjitetin, karakterin e saj. Tash, a do me thonë që detyrimisht na i përmenëm e para përmendëm rregullat islame, tradita e kaluar edhe që ky trendi që çdo ditë po vjen majrie, po ndryshohet shpesh edhe ma budallaki po vjen treja. Çfarë themi ne? Ne themi, nuk jemi të dashna me ndrua dhe me refuzu çdo lloj tradite. Pejgamberi alayhis salam kur ka ardhur edhe i ka disa tradita që kanë qenë në pajtueshmëri me Islamin, i ka lënë, i ka pranuar. Edhe disa gjëra treja të cilat vënë dhe janë për shembull ndobit mrena rregullave islame të femrës, na i them mirë se vënë ato tradita. Ato trende, po e quaj kështu. Për shembull, një femër me punu online. Çka të keqe këtu. Është qel Instagram, është qel TikTok, është qel Facebook, ka mundësia ose web sajtin e vet e qel. Kjo është një trend që s'ka mujt para 20 vjetë, 30 vjetë, 50 vjetë një gjyshe, një nanë me punu. Sot e ka mundësin. Prandaj në atë kohë s'kan punu para 50 vjetë të na shkaku se tradita se ka leju për shembull çdo femër s'ka punu, kanë punu një kategori të caktuar. Tash ka mundësinë çdo kush. Na nuk themi për çetan që është në kundërshtim. Na themi që baza është Islami. Çdo sen që i përshtat të qoftë nga tradita e kaluar, qoftë nga trendet e ardhshme, mirë se vën që janë në pajtim me Islamin, me fen. Por asesi na për atë të traditës së kaluar që mundet me na bë me gjesh dikush më thonë ju po i prishni traditat. Ju na kena qenë babë kështu. Shpesh i dëgjojmë njerëzit kur e shohin një vajzë me mbulesë ose një grua, thënë kjo nuk është kultura jona, është kultura arabe. Kemi shumë paragjykime ndaj motrave tona me mbulesë. Kjo Islam vetëm një fjalë, unë them kjo është fillimisht ose keq kuptim, domethënë i fes ose është armiqësi e qëllimshme. Domethënë keq kuptim veç ai që se kupton fen e thot një fjalë të tillë, ose ai i cili domethënë është ignorant edhe një lloj armiqësie ka të hapur s'di si me shpreh. Nuk di si me shpreh. Prandaj çfarë i themi, na themi që duhet të vazhdoj gjithsecili besimtar dhe besimtare me vetëdijsimin
shoqërisë tona asesi me armiqsinë shoqërisë, nga se na shohim për 20-30 vite që ka pas lloj-lloj domethënë ngritje dhe ulje të llojit të stileve të shpifjeve, por të gjitha kanë kalu, sepse është interesant domethënë na thotë fjala popullore çdo çudi zgjat 3 ditë, nëse çashtu është i krijum njeriu, domethënë po jap zar një diçka fet ditën e parë, ditën e dytë, ditën e tretë harron. Qetësohet edhe e pranon, stabilizohet, domethënë është në gjendje me pranu një haram në familjet vet me shujt, pse mos t'ja imponojmë, nëse më thonë kështu kushtimisht pa më keq kuptu, në diçka të mirë që është fetare. Pastaj nuk ka lidhje shamia a është sipas ti arabe apo çka. Na ku e përmendëm parës tradita apo feja, na nuk shkojmë në tradit diçka që na nuk po themi detyrimisht me vu një veshje të caktuar të femra që detyrimisht është arabe sipas tyne. Na po them detyrimisht më kanë islame. Më kanë islame le të përshtatet traditës vendit. Qysh kanë vesh gjyshet tona? Ma thonë, tash se ka me ndëgju dikush këtë podcast, ka me thonë, këj po të bena këthy neve, të manë kone, peqës ato këto sanë. Na i themi njerëzve, na kur folëm thamë që kjo është islami, që kjo është tradita, që kjo është kjo stili i modern. Na themi, në gjdo sene traditës, e cila për shtatet, nuk është në kundërshtim me dinin Allah të që na mamë, për para ka pas marre, turp, për para ka pas respekt, për para ka pas besnikri, kur e kanë pa një femë në rrugë, domethënë me gjitha rregullat, me gjitha ligjet domethënë çdo treve shqiptare nuk kanë gjujt pushk, nuk e kanë nguc. E kanë ulë edhe shikimit. Sot kojshikën e nguzba. Edhe më thotë ai masaj na keni pru traditën arabe. Domethënë kjo është idiotlëk. Këtë domethënë a them edhe du të jam i zhurmshëm në këtë unë. Unë du të jam i zhurmshëm. Sepse domethënë ti kur i thu domethënë ka dalë se ti duhesh me pas burni. Se nëse ti pretendon se je çaj që s'pedon ti domethënë me ndru traditën tonë, por në atë kohë nëse kanë pa dikën domethënë e kanë përcjell një grua nëse ka me vetën ose ka hup orientimin ku e di çka, nuk kanë gjujt pushk nëse një grua e ka marrë ka përcjell një burr të caktuar ose kanë menuar që a ka burr apo vlla apo daj apo babë ose diçka janë nal. Nëse ka bën dikush një dëm ose ka thonë një fjalë të keqe edhe kanë pa që është një grua nuk kanë shku me sulmu. Atriç asaj apo se vepi asaj, nga se ka pas respekt, pro që traditën apo e dojmë, se çka është në rregull. Ama sot njeriu domethënë ecë me gruan e vet në makinë, edhe çota tjetri prej makinës tjetër ngacmon gruan e këtij, veç sa është 2 vjet ose 3 vjet ose nalet edhe ku e di çka mund. Tash ti domethënë që traditun po e du që kon. Se kjo nuk është në kundërshtim me fen. Unë po du edhe që trendin e ri, që thash femra me pas drejt, pse mos me punu? Pse mos me punu tu kon zoja ja? Qoftë me një lokal ku është halal, qoftë prej shtëpisë domethënë fiton më shumë se e jo më mbyll në ata jo edhe mësidhënse. Në rregull, po do të përmendim ndërkohë domethënë se a ndalon Islami punësimin apo jo, që na themi se absolut nuk e ndalon. Islami ka ardhur për t'ia leju femrës trashëgimin, për t'ia leju para kësaj jetën. Jetën me pas drejt me jetu, liri. Ka pas drejt me ekzistu, e kanë myt. Pastaj femra i ka pas 3 vjet, 4 vjet e kanë feju, e kanë martu, e kanë feju. Ka shku në klasë nuk ka ditë, domethënë e kanë fejume. E ka marr baba e ka hyrë në kerr, domethënë kuajlve ose çeve të kijeve edhe ka qenë te burri, e nuk vedi ku po shkan. E tash çto. Nëse po danaj më kthyn traditën i themin a kthej pra edhe çto. Jo, ai veç don të kundërshtojë atë që është e sakt islame. Na po thojmë ajo që është pra i ka siguru të drejtën vajza ka drejt me zgjedh vet burrin e vet. Nuk ka drejt absolut me imponu baba, absolut. Nëse thot vajza s'pedu që djalë. Pejgamberi alayhis salatu sallam ka thonë, shkoni pyetni vajzat. Nëse hesht nga turpi, ama në atë kohë ka hesht nga turpi, sot mendoj që nuk heshtin vajzat nga turpi se folin, kanë ndryshuar rrethanat, nash le të fol çika. Nëse baba s'e pyet, le ta pyet nana. Ose na duhet ju themi nëse është të pëlqyen idealit caktuar, s'ke nevojë me shkolla nga lang poshtë nal, domethënë mas shtëpisë, mas shkollës, mas livadit, ku e di çka, po shkoni kallzon babës që duhet edhe, nuk mendoj që një babë musliman ja do të keqen fëmijës vet, edhe orienton me babën ban që ky, thjesht me këshillu, po i ka dhënë këtë drejt
ajo me qenë e vetëdijshme dhe ajo me pranë. Prandaj në kohë të pejgamberit alayhis salatu wassalam kur do të thonë kanë dashur me feju apo e kanë feju prindët me zar një vajzë ka shkuar te Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe ka thonë nuk po du me film kanë feju prindët me zar. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar dhe ka dashur me prish një festë të tillë. Por ka thonë, jo, s'pe prishe, që du me vazhdu në ashtë me që djallë. Për shpë du me thonë që ti babës teme dhe nanës teme, që jo me zërë, s'moni me më feju se feja, po në regull, po të rri që mos e përshoj pe pranoj. Ama që me nut jo, se me zërë mund me më feju, jo. E ka kuptu vajza se nuk shkan me zërë kja. Pastaj, do më thonë, orientimi i shkollimit. Nuk është arsush me babën, me thonë, ki me marë që të zanas, ki me marë. Po me këshillu. Me thonë që me babën, që kjo është ma arsushëm për këtë kohë, se sa që kjo, më rana halalit, po flasë gjithmonë. Prandaj, kur ka arme që to drejta, janë siguru, Islami, dje një qa, nuk i përshtatet asni, dhe më thonë, nuk i nënshtrohet, ma mirë, po thonë, asni kulture. Por e pranon çdo kulturë, e cila është më rana kësaj. Më rana kufinit. Kufinit islam, që kjo është islami madh, është një katëror i madh, çdo traditë e cila përshtatet, i thatë mirë se vjen. Çdo trend i ri që i përshtatet shtynë rregullave strikte, nuk del jashtë kufive, i thoj mirë se vjen. Pra na nuk jemi për me refuzu krejt kalumën, pas nuk jemi për me pranu. Prandaj e bën të pavdekshëm këtë fe, e bën të pandryshume, e bën unike. Nuk pranon qohët ai tipi atje thot, apëton unë po du namazin kinezisht me falë. Ai tjetër thot, unë jam amerikanë dhe unë jam maj forti në bota, po pëton se qashtu pitekët ati, thot unë po du anglisht ose amerikanë që tash po dhemi se pak dallon e theksi. Ajo pëton ai atje thot ai arabi, po du unë arabisht pëse unë jam arab, na i theme, as pëse ti arab, as pëse ti gjerman, amerikanë ku e diqka si japonez, po unë e kom zbulu bombën atomike, që ka lidhje? Po namazin po du në gjuhën teme, ja, namazin është në gjuhën universale të fes, është në gjuhën e zbritur nga Allahut Kuranit. Takona mirë, nuk takona mos o falë, po ti mos më detyrë, mu me thonë ti, po ti shkon Shqip. Edhe që i themi, për që ato e banë unik, e banë pandryshushëm këtë fe, edhe me një farforme, ata armisht të cilët kanë mujt me ndryshu, edhe fene Musës a.s. edhe fene Isës a.s. I kanë fut durët ato e kanë ndryshu. Ata plasin që s'mujt me ndryshu islamin. Edhe sistemet për shembull komuniste, demokratike, kur janë nis, nga ata që i kanë nis. Disa prej tyne, ndoshta jo krejt, disa prej tyne kanë mujt më konë sinqert të menu që për në me që kjo kona mirë. Edhe janë mënu me pas, po kanë hyrë të dur aty të këqia, edhe i kanë prish, përveç islamin s'kanë mujt me prish. Prandaj e drejta e femnës, haki i femnës, është i garantum deri në kiamet. Deri në kiamet, me ajete dhe me hadithe. Gjama do mënë një diçka ku i bëhet zullum femnës. Tash mundet me ma përmen, mund dikush përmes kamerës ati me bane komend me së thonë, kjo, jo, ka dale se të palavrat e tua, të cilat ti ke shpik, ose i ke keq kuptu, për qefin tani ke. Hajde të qofim në afat kohort gjanë, a ma mirë një femër e cila e me islam, a një femër e cila detyrohet me urëbru trendit të rjetëve sociale, se ndryshe e nuk mundet me dhez, edhe detyrohet dhe me thonë me shku me bo performansa të caktuara, për me marrë një rrugë. A një motër besimtare, e dini tëqme e cila rrini të shpia dhe i rrit 8 fëmijë. Cila në fund dhe më thonë, është ma aja që kur t'i ban 40 vjet, i bjen pishman pse ka nga ose 50 se fillen bukuria, edhe detyrohet me shku me 17 operacione, për me majtë edhe 10 vjet, ajo gjyshja dhe ma në 6 vjeqare që shqitet si 30 vjeqare, për një kafshat buke. Edhe ajo e di që sa mirë, hyni këqyrin në përjetët sociale, ato të cilat nuk kanë qenë me islam, ato të cilat e kanë shqitë edhe moralin e vetë në për filmat saktum. Kjo është, e hapë krejt e din këta, pse nuk e flasin? Pra arsye se, ata të cilat i kanë mediat e tjere, halojnë të fort, dhe më thonë që me paraqit qatë yllin, paramendot i thot yll të pika, dhe më thonë, yll i thot, kursa ajo besimtarja cila ka qenë një nanë, e ndershme, e sinqert, një ambise e cila e ka rritë 7-8 fëmijë, e cila e ka bo një katon është bo prej saj, ose ka mu bo një katon prej saj, ma në pasat 100 vjetë, ajo kam i pas, kur t'i ban 60 vjetë, kam i pas 20 pa edhe mesa. Edhe do më thonë, tash,
tash po tani këshyr këta, këtë yllin, ajo pishman është. Heni lexoni, nuk flas me hamendje, flas me shifra, me diçka të sigurt, që u garantoj që çdo kush prej atyne që është jashtë që ti rrethit, Islam ka më konë pishman. Pse? Po nuk ka mundësi një diçka që Allahu xhela ka kriju dhe ka thonë që kjo është modeli që çështu mundi me ecë përpara. Çështu s'keni më konë pishman, as në dunjë as në ahiret. Me pas një model tjetër dhe mos më po pishman. Patjetër, sepse një njeri i cili miell grurin e miell në midis të asfaltit, as sa duhet të thotë unë miella para teje atje në arë. Nuk ka me pas rezultat. Andaj të banë, ato rezultatet e ngutshme të shpejtat, momentale, çka bona, unë nuk e di mëna 5 vjetë, u bona milioner. Islami e sheh atë përgjithsinë se si ka me shku një shoqëri, orientimin e shoqërie, për 200 vjetë, për 500 vjetë, për 1 milion vjetë nëse ka nevojë. Edhe shkon sakt. E kur hyn këto domanash që e sheti që edhe në aspektin e firmave, çdo firmë që mëna 2-3 vjetë ka bë parë, edhe ka rënë shpejt. Natyrisht do të më ecë mëna halalet. Në ditët e sotit, hoq, si po vlerësohet një grua muslimane, si pas devotshmërisë, moralit, apo si pas pozitës me një familje që i takon, apo si pas pamjes së saj? Unë mendoj që marrët kush e vlerëson që çto është një grua, është fetare, domethënë me mbulesë ku e diçka, që ky publiku, tash po që publiku që pe shohin, që pe vlerësojnë kush janë. Nëse janë një publik i cili kanë preferenca të budallakume, ato kanë me vlerësu si pa vlera, pa sukses, pa arritje, etj. Nëse që ky publiku është i sakt, ka me vlerësu me notën më të lartë, se ka me qenë një person i cili e njeh Zotin, i cili e beson Zotin, i nënshtrohet Zotit, i kryen obligimet e Zotit, ecë rrugës së sakt natyrshmërisë që ka kriju Allahu, që ka kriju Zoti gjithësinë. Ai është i suksesshëm. Një person e tash apo vlerësohet sakt në shoqëritë ku jemi të jetu, na nuk vlerësohet sakt. Tash domethënë një po e përgjithshme një opinion, nuk vlerësohet sakt domethënë se gjërat shifen ose nga lajkat ose share-at në TikTok ose shikueshmëria në TikTok edhe në Instagram etj. Ku domethënë unë për fakt keq kam pasur rastin që në një intervistë pyesin njërin prej këtyre me ndikim domethënë grave ose vajzave, i thot çka të ka bë të njohur, ai thot më ka bë edhe përmend një pjesë të trupit vet që është tur ta përmendim, domethënë një budallaki e ka bë të njohur, çka të ka bë të famshme. Domethënë në një shoqëri ku domethënë bëhet e famshme femra vetë se mosh trupin me silikon. Kupton ku në një shoqëri ku domethënë më shumë shkojnë vajzat në për fitness me nërç pjesë të prapme të trupit, pjesë të pasme të trupit, se sa me shku në për fakultet ose mu bo profesor doktoresha, ku na kemi vajza me shamia që kanë gradat më të nalta, shkollimet më të nalta të moshme, notat më të nalta, edhe nuk e pranën shkollë në fakultet ose me dhonë sim ose dikun tjetër, vetë pse ka shamin, e kuptan vetë pse ka shamin, kursa tjetërën e pranën vetë pse ka silikonin. Tash, apo akuzojnë e dikan ose apim sheshëm që keq, po, edhe jam shumë i vedeshëm, sepse i vetme pjesë e shoqërisë ku domethënë është të ngrit zanin ndaj këtyre dallimeve që një vlerësim mos po bëj jashtëm. Janë pjesa e hoxhallarëve, fetarëve. Këto e themi me shumë përgjegjësi edhe krenari. Edhe i qëndrojmë kësaj. Domethënë ti askush nuk i del mbrojtje këtyre motrave tona. Nuk i del, se domethënë unë di grua ku kam shku domethënë me familje dhe i mundu me ndihmu. Jo personalisht, por nga besimtarët, edhe kur kom pyet pse s'punon me jetima. Non me jetima. Ka çada, di çam ka thon. Po më ka thon kam shku 2-3 vende. Me ly punën ka thon jo se s'kan ke bukur. Do të thon deri këtu vjen haptas. Do të thon nuk e bën punëtorët vetën as ku e di çka. Pastaj do të thon çohet edhe thot un jam patriot, un jam kështu, un jam ashtu. Ku do të thonë një motër të këtij populli deri në çat drejtë bim që i ka vdek burri ose ku e di çka, edhe i themi këta nuk të marr punë si e bukur. Prandaj që ky vlerësim varet kush që ke besimtarja që fal namaz, që ke besimtarja që ka mbulesë, edhe i ka gradat më të larta të edukatës, mirësjelljes,
të njerëzillëkut, notave, të sjelljes etj. Është shihet si Po pjesë. këto fatkeqësisht nuk po vlerësohen. Edhe ka raste kur domethënë edhe nëse pranohet në një punë të caktuar me merit, edhe s'kan mujt me hek prej lojës. Kam ju bën domethënë denat presion në atë masë ose me lanë që atja anash, ose me detyru me lanë punën. Kuna kemi domethënë vajzë e cila ka qitë mbulesën, punë ka qenë mësuesja më e mirë, domethënë e landës vetës, sa në vend që domethënë kolekte vetë që deri pas 20 vjet janë kanë bashkë, sikurse më u qu dreçnit. Kundër saj. Çka ka bë të ka bë. Po më ardh të kundërtën ajo me një veshje. Çka kanë me bë. Kjo e domethënë ai munafiklëku, ajo dyftërsia e ngritur ose mbi armiqësi, islamofobi, ose ndaj një motrës besimtare, ose domethënë janë njerëz e psharak, që çdo gjë e cila është sa më e zhveshur, nuk ka problem. Prandaj nuk është e vlerësuar sa duhet, që domethënë nëse një faqe interneti e çel dikush edhe jep aty mësime çeleni çdo faqe, shumicën e rasteve, po them ndoshta më për çembull më thon që ka një vajzë me shenja fetare, me pamje fetare, e ka qenë një faqe ku mësot matematika, ku mësot kurse gjuhës angleze, për shembull, ku e di çka etj, sa shikueshmëri ka me pas, ose ka emisione për si mami ose si pediatre etj, edhe këtyre një cila është katastrofë në pamjen e saj, shikueshmërinë e saj, fansat e saj, ndjekësit e saj. Më thonë, prandaj nuk mundet me mri kjo, sepse prej fillimit është duke jashtme, është kriju një barierë tek një, domethënë tek një femër besimtare. A duhet me largu? Po, duhet me largu me çka? Normal me punë, me vetëdijsim, edhe me rezultate. Sepse Allahu xhaleshane ka përmend Kur'an, thot ai llomi i detit, ajo shkuma e detit, ai bërllogi ka me dal anash, dal për mi ujë njëherë, edhe shkon anash. Duket se është i madh, po shkon anash se top shuhet ai. Largohet. Wa amma ma yanfa'u nas, ajo që është e dobishme uji, peshqit për në rujë aty që i ban ai deti, oqeani, anijet, atje ka lloj margaritare dhe ku e di çka dhe dukat banaki, ka lloj peshqi, lloj zbukurimi. Ajo thot çka ju bën dobi njerëzve ka me qëndru. Prandaj kështu domethënë një trend të caktuar 5 vjet, 3 vjet, të një aktore, të një vipi, gjvipi, e shet 3-4-5 vjet edhe kurse një person i cili ka dije, shkruan libra, i cili i bën emisione vetëdijsuese, dobia ati ka me mbet. Prandaj në këtë formë njerëzit gjithmonë kanë më lodh prej të kotës, se shohin bajat edhe dikur si ngon më kërkosh. Veç për kuriozitet mundet më ngu. Po kur ti lind djali, kur ti lind çika, kur ti ndodh diçka, kthehet te ky personi që pa mëson domethënë sakt. Të një mami ose të një pediatre ose. Prandaj them që ndryshohet kjo me lejet Zotit Azza duke bë punë. Hoxh, si ta ruaj gruaja muslimane identitetin e saj në një shoqëri që edhe pse është aktive, por nuk mundohet të bie ndesh me parimet e saj. Unë i them një femra domethënë besimtare, për me rujt identitetin e vet, ajo fillimisht duhet atë identitet që e ka përzgjedhur dhe ka shfaq para të tjerëve, ta ndjejë në vetvete me bindje dhe me dije. Me bindje, me dije. Domethënë të ketë dije për çka, për shembull, për çka i falet Zotit. Për çka i lutet Zotit, për çka xheron. Për çka ka qitë shamin, për çka ul shikimin, për çka e ruan moralin, për çka nuk përzihet me meshkujt e huaj. Kur ti di, pra, kjo me dije, që kjo pse, për çka, e lyp dije. Në momentin që krijon një dije të përgjithshme, ajo ka mundje krenare pse është çashtu, sepse ajo nuk e ka përzgjedh atë pamjen e saj, identitetin e saj, që është brendshëm edhe të jashtëm, nuk e ka përzgjedh për hatër të trendit që me mbriju në pozita në për më bë moderatore ose drejtoresha. Diçka që jep lajme, si quhet ata që japin lajmet gazetare, moderatore. Moderatore, pse se ato me shamin problem me marrin do tjera. E tash kjo nuk e ka atë domethënë atë problem. Pse se ka identitet. E tash kjo çka duhet me bë? Kjo nuk duhet me shku as në atë ekstremitetin
me u distancu dhe mos izolu për shoqërisë. Jo, ne jemi kundër kësaj. Por as mos më ra në atë ndikimin se krejt po bëjnë çështo, të bëjnë edhe une. Ta shumë për me mrin rrjetet sociale, me më bën 100.000 followers apo e diçka, unë të bëjnë çështë po bën filani afisteke. Jo, kjo ka identitet. Kjo përzihet në shoqëri, por ndalet aty ku janë kufit. Kjo nuk distancohet, nuk izolohet, sepse na kemi 3 kategori të besimtarëve. Këtu do një kategori të izoluar, që do në momentin që ti je në rrugë, ndjen do një çfarë ngushtimi në zemër ti si besimtar me atë vajzë. Ta shumë po them me plot përgjithësi këta. Ku do subhanallahu, nuk jep modelin nga ekstremiteti që shfaqet te ajo arroganca në emër të fesë. Kundër kësaj jemi. Po jemi kundër kësaj tjetrës, e kundërta tash, ku për hatër të kretëve shlirohet, qilet, deri në atë masa nuk rejnë ma shenjat të islamit, ajo ka hupi identitetin e vetë. Ne dojmë një model në mes, ku i respekton të gjithë i treti, ku i respekton të gjithë, ku të regon vetën me parimet, me dijen, me kulturën, me arritshmërinë të cilën e ka, duke i mbajt kufit e halalit. E këtu kur të duke i mbajt kufit e halalit, dhe banë ajo ka drejt me punu, ajo ka drejt me pas pasuni, ajo ka drejt me pas firmë, kompani, ajo ka drejt me kon drejtoreshe, ajo ka drejt me kon mjeke, ajo ka drejt me kon këtë, çdo sen me pas, dhe me undal aty ku Zoti ja ka vu kufit. Gjithë se cila pasaj mundet me pyet, edhe me detalizu në profesionin tem, hoxhave në si mësuese për shembull, ku i kam unë, ku du të më nalune, unë si mjeke, ku du të më nal, edhe për se cilën gjë ka alternativë. Ama të mendosh që, ja tash ti nëse bash muslimane, edhe janë nisë për zvaktin, apo që shamin, ti gjithë se në ki haram. Ti dush më distancu që atje. Na, që kjo, femra muslimane, du të me gjithë dhe modelin më të mirë të mundshëm nga mësimet islame, mrena Kuranit dhe sunetit pejgamberit a.s. As mos mu distancu, as mos me u shkri në një shoqëri të gabuar, por me u përzi, për me dhanë shambull të mirë, për me reklamu nëse mund të quaj islamin, e sakt, pa i thuj parimet e dinit të saj. Edhe kjo e bëndëman që unë të respektaj ty, po të thëmë ka dalë se që aty i ki kufet, që të dush monal. Në këtë formë, ajo e gjendë një model, bëhat një model ku kanë me marë lakmi, edhe gratë të tjera, por edhe kanë me ndru edhe djemë të do më thonë që me pas një bashkërët të tjilë, e cila ka një karakter për ime vetë besimit, që nuk thejhet as për paret ati zotnis, as për kjerën e këti zotnis, por i ka parimet e veta. Që të manë, pasaj e veqe ngrit, e ju nërë shojnë për jetës sociale, ku të më thonë i gjallat u shkan me do tesha pak si asesi, pak si qyqan, e tjere, dhe i bëjnë këta, në qëkan këto si prova sociale, që me i qujta, po me kamera si të më shefta, edhe aty një lypa, ja në këni sen, ja lyp numër e telefonit, asoj qikës, kërë diqka, edhe e thot, i qyqan, unë kam frajer, unë kështu, unë ashtu, kjo masaj në shkën të i kjeri Ferrari, Lamborghini, kërë diqka, më falë, si, që si grue pëdan, që si grue që kur ta shë kjerën, e ndryshën dhe pëdan, po mirë ku me taj dashnorit, që ta e kom dashnorit. Ajo dhe herën e parë dhe dytën rënë. E kuptan dhe manë ku është, ku më rinë shoqëria cila s'ka ideale, s'ka parime, ku dhe manë parime ka thjesht parën, parime ka një kërtë mirë, që a ndoshta ka marrë me qira për një ditë. Kur gjë më s'ka ma shumë. E merë, shkon poshtë e nalë me ata, nëse thot, kesh me të thot, ja se unë pas me qira. Ku me të masalina? A identitetin i femrës të pamarën, se këta mendojnë, këta të cilë duke dojnë islamin, që urejnë islamin, këta mendojnë se vajza që ka qitë shami është robnu. Jo, ajo është liru nga robria të gjithë njerëzve. Ka thonë një robron vetëm Allahu të zëvëgjel. Edhe unë s'kam nevoj për asë një njeri në botë me mvu mu kushte. Unë i vem regullat e mija vetë, që shmi ka vendos Zoti. Edhe nuk i nështrojt kërkuj. Veç ma halal. Ajo tjetra e cila nuk e ka vu, që ato parime nuk i kanë djekë, se mos ta lidhen veç me shamita, shapopton se nuk është fe veç shamia. O shamia, për janë edhe sanë tjera. Namazi, zeqati, agjerimi, mos me bo gibet, mos me përqesh, me respektu babenan, me respektu burin, e tjere. Më thonë, ajo tjetra që spas ka shamia edhe
Po mendojnë që nuk është robnu. Jo, ajo ka robnu tjetër kuj, epsheve të veta. E që ato epshet, a qojnë me u robnu të shefi. Ata e që e ka Ferrarin dhe Lamborghinin. Ate frajeri, ate mu detyru me vesh teshat caktume, a këpucat caktume, a me shku me reklamu mjetët caktume. Ajo pasaj është robnu dikon. Ajo edhe. Edhe ajo, mbesa, natyrshmëria njerët është, edhe ajo nuk e do këta. Po s'ka që me ba, se s'ka ndryshet kahjaman. Hoxha, kemi edhe një problem që edhe motrat mes vete gjelozojnë. Është një kategori e motrave muslimane që janë shumë të izolume, po kur i shohin një kategori tjetër që kanë aftësi, janë profesionale, punojnë punë të ndryshme, i gjelozojnë pak, ndoshta thojnë qëre këto. Do të thonë, përkundër shoqënisë që i kemi paragjykuse, edhe motrat mes vete gjelozojnë. E ki fjalën edhe këto fetare, edhe këto fetare, po patjetër. Por e përmenda Islam. Për nga aftësi që i posedon një motor, ato edhe pse nuk dojnë me u aftësu, nuk shkojnë me u shkollu ndoshta, ose me punu në punë që lejohen, halal, prap thojnë që këto i kanë deviju, apo ju në bo shumë liberale. Tash, une nuk po di se e në bo qëto liberale, po nëse nuk janë bo, do më janë mene islamit që e përmenu në renda regullave, tash, s'ka nevoj pa tjetër me ndëgju se nëse ka me fol që kjo kategoria tjetër, ka me fol edhe që e tjetër, kanë me fol njerëzit, për gjithë se cilën, për Allahun kanë fol. Por nëse këta mërëna halalet, taman, mërëna halalet po flasë, edhe pse mund të kenë probleme, na qka du të me bo, nuk du të me thonë këti grupit, me thonë, ju izolohuni, mbylluni totalisht, se jeni të bo, jo, na mund t'i themi, ndëgja, ju një në regullve që keni 3 gabime, 4, 5, 2, 20, 100, s'ka problem, ja u gjajmë gabimet i këshilloj, mi përmisë gabime dhe me vazhdu me mërana halalet. Ama unë kërë përmena 3 kategori qështëris, ata që janë izolu, edhe ata cilët janë shkri, kret, edhe ata që kanë met taman që shduhet në mes, unë e pata për qëllim qëtë kategori që, dhe më thonë, unë nuk po bëj kur gja, s'po di kur gja me bo, s'jam me aftë me bo kur gja, thjesht, unë po mendoj që vetëm duke ju izolu, dhe duke, dhe më thonë, nejtë nat ekstremitetin që edhe helekel më të nëtërun, pejgamberi ka thonë, u shkatrun ata cilët e të projnë. Kur të themi na të projnë, nuk kam për qëllim, mas mi falë 5 vaktet me gjedi mesatarës, kam për qëllim. Kam për qëllim 5 vaktin me falë, po jo me menun që janë 7 vaktet, s'janë 7 vaktet, se janë të prem kja. Me najtë mërana halalet. Mërana të lejurës. Prandaj, që kjo kategoria zakonisht njerëzit kur arrin mërana halale, gjithmonë po flasim, se nuk po du me zbutun tash me thonë abdin gjdo kush me dale, me keshe, me fole, veç pse ka një shamimi bani 100.000 zeza, si kurse ka vajza në Kosovë, në Shqipni, do banë që dalin në për TikTok, ka në për Instagram, ku do më thonë, këtë jetën e banë si një Amerikës, një ku e diqka shamull, apëtën më së përmendi emra, një qa mi thonë fotomodele, dhe kjo banë influencere, qasi budalët që banë, vetëm pse ka veç një shami tash mendojnë që kjo është, a vetëm model, nuk është modeli muslimanës kja, që ta s'pedojmë na pedojmë rana, dalë për shall, edhe spikon si mësusën e kemi motra besimtare të cilat në për rrjetet sociale Instagram kanë për shembull se si du të me eduku fëmijët me mësu me lojna, me sene, dhe më thonë çka me lujt parashkollori, çka me lujt fëmija me autizëm, etj ka, të cilat kanë arrit e tash kjo tjetra i thotë ja ti dush mu izolu. Pse mu izolu ajo? Nëse është do se në rregull, a pse ti s'ke mujt me mrit të kjo? Mos e ki thjesht prej xhelozisë tane, prej inatit tani, ka dalë se nuk matet Islami me xhelozin tane ose me inatet e tua dhe afsin. Jo, me rregulla, me parime. Me rregulla. Nëse plotësohet, tash është normale na duhet ta pranojmë natyrshëm që një njeri i cili ekspozohet që del edhe punon, ai ka me gabu. Nëse mendon dikush që zgabon, çdo lojtar në futboll që është më i miri edhe i gjitha kohrave, ka me pas rast kur s'ka me mujt me qellu gollën, apo me dhën gollë, edhe penalti. E ka sa është ajo? 7 metra. Sa metra? Ajo 7 metra. 7 metra, a unë qaq? 7 metra ajo porta. Ajo ka 7 metra porta në lojtari më i miri në botë, ka arsun e jep goll. Pse se kur delaj non-stop me lujt, ka me pas rast edhe që ka me dështu, dhe më thonë, edhe që kjo besimtare mundet në sen me pas. Ama ti të ne që atje mbyll, veç të kritiku, është kollaj me kritiku, hajde dil në lojë dhe ta shojmë, apëton, ape jep në i golla, as të prej topin kur. Hoq për fund, si mund ta balancoj gruaja
mes humanizmit, fesë, shoqërisë dhe familjes së saj. Dhe kjo është e rëndësishme. Islam, dhe më thonë, na nuk po dojmë një gru, një muslimane, e cila detyrimisht ka me mendu se veç më kanë anvise, je e suksesshme. Pas një gru e cila mendon që detyrimisht vetëm më kanë për shembull mjeke, je e suksesshme. Na po dojmë me mujt, sa ma shumë me bashku mes këtyne, dhe më thonë, edhe izolimit, si ta quju në shtëpi ose netjes si anvise në shtëpi, edhe mes kësaj tjetrës, nëse mundet e më konë edhe në shtëpi non e suksesshme me fëmijët e saj. Por edhe për shembull me pas një punë mësuese, ta marr shembull ose edukatore, 3-4 punë, me tjerë, se unë kur e panamana parës nuk tash po du me e bo një ndërhyrje kur thash do më thonë që këto që po dalin, ndoshta ato që po rinë në shtëpi dhe po izolohen, po i akuzojnë. Po në anën tjetër ndodh që edhe këto që kanë dalë edhe kanë pas sukses, ndodh që edhe ato i akuzojnë. Me thonë ju jeni mbylli, po rini të shtëpia. Jo na themi nëse unë nuk po mund me gjetë vetën një nans, po mund me gjetë vetën si mësuese. Nuk është detyrimisht më konë mësuese, nuk është detyrimisht me pas rrjetes sociale, me pas ndjekës, që kush mëri, por më qujt e suksesshme. Mundet atje të shtëpia mos me njoft kërkush, po është besimtare devotshme, i kryen urdhnat e Zotit, urdhnat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, respekton burrin e vet, i rrit fëmijët, i edukon fëmijët, e krijon një gjeneratun e përmendën në fillim. Domethënë, unë mendoj që edhe në perëndim, në një prej shteteve perëndimore, nëse gruaja i ka 8 fëmijë, e qesin penzi për jetë. Nëse ka pa 8 fëmijë 35 vjeçare, e qesin penzi. Pse edhe ata e kuptojnë që ajo ka kryer misionin në atë aspektin, domethënë me dhon për shoqërinë. Ka dhon boll për shoqërinë. Edhe tash domethënë, edhe ato të cilat janë tonet, nuk duhet të akuzohen për këtyre, domethënë ju po rrini. Jo, ajo ka zgjedh, pra, mrena halallit. Na themi, njerë dush me e zgjedh Zotin. Domethënë kur themi me pas primar adhurimin e Zotit. Pastaj familjen, ku te familja këtu hyn. Baba, nana, para martesës. Burri pastaj mas martesës e fëmijët. Edhe vetja vet normal, domethënë nëse një gru ka përzgjedh që ta edhe porrin të shtëpia vet, mëson fëmijët, pi edukon etj, shumë është në rregull. Shumë është në rregull. Ajo ndoshta është të e bë punën më të mirë, që shpesh ndikimi i kësaj kategorisë tretë kur përmendëm që po shkrihen shoqëritë me ndikim domethënë mediatik. Ajo ka zgjedh, jo, tjetrën që nuk po duhen mu shkrin të kjo pala tjetër, dënë me ne, që ato është në rregull. Por, me mujtë, domethënë, se na, po mendojmë detyrimisht, po mendojmë se është në kundërshtim një grua, e cila rrin edhe në shtëpi, edhe punon, jo, ja kime në shtëpi, ja kime punu. Jo, bre, s'është ashtu. Mundet më konë, na kemi, në për familje tona, kemi familjar, ku domethënë, edhe është martu, edhe ka fëmijë, edhe ka kryer fakultet magjistraturë, doktoraturë, edhe punon. Mundet domon të gjitha mi bë, pse kur ka vullnet më i ban. Prandaj munden me u bashku njëra me tjetrën, nuk është detyrimisht që duhet patjetër me u domethënë me kon kundërshtim, me u ballafaqu njëra me tjetrën, edhe po quaj profesioni, edhe familja ose ambisëria, nëse mund ta quaj kështu. Jo, munden me u bashku të gjitha, ose dikush zgjedh një anën prej tjetrës, e rëndësishme më kon brenda asaj suazave të dinit islam. Po që për fund, kush mban përgjegjësi për gruan muslimane? Fillimisht, nëse thu për gruan, atëherë themi burri. Po nëse themi për femrën muslimane, atëherë themi nëse është pa martu, mban përgjegjësinë kryesore baba i vet. Kur themi përgjegjësinë, ajo e mban edhe për vetë përgjegjësinë. Por njerë si fëmijë, pastaj si, nëse mund me thonë si adoleshente, baba mban përgjegjësinë. Pastaj në momentin që ajo martohet, kalon përgjegjësia te burri. Edhe pse nuk bie përgjegjësia nga ajo vet, me thonë ajo kështu. Unë pse s'më keni thonë ju më fal, i ka bën 25 vjet vajza, për çfarë unë s'jam fal. Baba ka përgjegjësinë ose burri. Jo, na i themi ti ke përgjegjësi për veten tënde. Por kur të met ti dikun që don morzu, helbete morzu në jetë, jeta nuk i diet. Ai që duhet më ndajt mrapa, trap me ti që duhet mos më ran tok, para martesës është baba. Që me dit vajza me dit që unë kam ecë përpara në rrugtibin tanë. Po unë kam një babë, që çdo që ndodh. Unë helbete nëse rëzohem për diçka, ka kush mbështet, unë nuk bin tokë. Baba e man. Baba e me shkyn për mu. E mas martesës,
Nëse përmana me një ders tjetër, nëse të manë dikush të rëket në 2-3 natës, ka kush e qel derën? Burri jam është e qel derën. Kështu të manë femra duhet me kuptu, por jo se bjen dhe më thonë përgjësia e asaj vetë me thonë jo, letë merët kjo, pra përgjësia është e babës, e bashortit, mas martesës e kam fjallën, por edhe ajo ka atë hisën e vetë të përgjësisë. Hisën e vetë përgjësisë. Pra kështu do t'i ndanim prandaj edhe në Islam në themi atë fjallën e pejgamberit alayhi salatu wasalam që xheneti është nën këmbë të nënës, por kemi edhe transmetim tjetër që xheneti është te këmbë të bashortit, apo nën këmbë të bashortit për gruan, masi të martohet, sepse ka ndodhur që po e keq kuptojnë dikush, po ka det kështu, po ka ashtu deri të martohet. Masi të martohet është përgjësia mbi burrin, do të mo respektu mrana shazave të Islamit. Nuk kemi të thonë që tash burri e rob nën gruan edhe ja, kemi përmend në podcastin e kaluam që nuk është ashtu, domethënë nuk është tash gruaja amen me ball, gaditu me na apo kupton se tash burri edhe amen. Jo, ka drejtat e saj, përgjithësisht burri ka ndaj gruas së vet, më i miri për ju është që sillet mas mirë me familjen e vet. Nuk ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Hoxha, Allah është përblef për këshillat dhe temën që e diskutuam me ty. Faleminderit shumë që ishe në mesin tonë. Amin, Allah është përblef, faleminderit edhe teje, Allahu na nderoft në dunja dhe në ahiret. Amin. Shikues të nderuar, kjo ishte tema që diskutuam me hoxhën tonë. Shpresojmë që kemi përfituar të gjithë dhe do të përfitojmë edhe në të ardhmen. Faleminderit shumë, shihemi në episodin e ardhshëm. Assalamu alaikum.